Situata problematike e krijuar ditën e dishme nga përmbytjet në fshatin Mbrostar duhet të zgjidhet nga drejtuesët vendor. Kështu ka thënë sekretari i përgjithshëm i prefekturës së Qarkut të Firit, Vasil Dreko, i cili ka pohuar se për të qenë transparent me komunitetin e Mbrostarit, do të sqarojmë se njësia vendore nuk ka paraqitur kërkesa specifike pranë institucionit të prefektit për situatën problematike të krijuar në këtë komunë nga rreshtet e shumta. I kemi dërguar shkecat herë mbas here, ju keni qenë koshient për këtë punë dhe ja ku na doli tash problemi për përmbytjen e Mbrostarit. Fshati Mbrostar thotë konsiderohet i përfunduar investime për kanalizimin e ujëzave, por nuk është arritur që ai të jetë funksional. Normalisht ky është një problem i cili takon qeverisjes së pushtetit vendor. Është një qeverisje e cila ka bërë tenderin, ka kontaktuar me firmën ndërtuese, ka marrë në dorëzim objektin apo se ka marrë, kjo është punë e tyre, janë marrëdhëniet e tyre, dhe konkretisht në këtë informacion nuk na jep ndonjë detaj se çfarë duhet parashikojmë ne me fondet e emergjencës civile. Sipas numrit 2 të prefekturës, vetë komuna Mbrostar duhet marrë masa mbrojtëse dhe parandaluese për emergjenca dimrore, pasi sipas tij është një problem që i takon pushtetit vendor, gjë për të cilën edhe prefektura ka dhënë udhëzimet e saj për emergjenca dimrore. Dhe unë i bëj thirrje njësisë së qeverisë vendore, kryetarit komunës, që të marrin masa urgjente me të gjitha atributet që i jep atyre qeverisja vendore dhe në një kohë dhe ligji, me marrëdhëniet që kanë ata me kompanitë ndërtuese, duke i ndjekur ato deri në prokurori apo drejt krimit ekonomik që t'i detyrojnë gjykata, që t'i detyrojnë që ato investime që bëhen të vijnë funksionale në funksion të komunitetit. Me gjithë shfaqësimin e institucionit të prefektit se komuna Mbrostar nuk i ka njoftuar zyrtarisht për rrezikun që i paraqitet banorëve të kësaj komune kompar për mos funksionimin e skemës së KUZ-s, e cila bëhet shkak edhe për përmbytje, ditën e djeshme banorët e këtij fshati u vunë në vështirësi serioze dhe mungesa e specialistëve apo të pjesëtarëve të shtabit të emergjencave të prefekturës ishte fakt i padiskutueshëm.